Banorët e shtëpisë më të famshme në vend janë zgjuar tashmë, duke hapur siparin e një dite të re në Big Brother VIP Kosova. Këtë herë në një atmosferë dukshëm më të lehtë dhe më pozitive se sa tensionet që kanë dominuar ditët e fundit brenda shtëpisë. Mëngjesi i sotëm erdhi i qetë, i ndriçuar nga rrezet e diellit dhe një qiell i kthjellët. Një detaj që për publikun jashtë mund të duket i zakonshëm, por për banorët e izoluar brenda mureve të shtëpisë ka një ndikim të drejtpërdrejtë emocional. Drita natyrale që përshkoi ambientet e brendshme krijoi një ndjesë hapësire dhe lirshmërie, duke reflektuar menjëherë në humorin e disa prej tyre. Pas netëve të ngarkuara me diskutime, analiza loje dhe përplasje të herëpashershme, ky mëngjes u duk si një frymëmarrje e re për banorët. Të shoqëruar nga tingujt e muzikës së mëngjesit që u lëshua në shtëpi, disa prej tyre nisën ditën në mënyrë të qetë, me biseda të lehta dhe lëvizje të ngadalta, ndërsa të tjerë u dukën me energji. Pikërisht në këtë moment, Londrimi vendosi të bëhej protagonisti i parë i ditës. I frymëzuar nga ritmi i muzikës dhe nga atmosfera e çliruar, ai u ngrit dhe nisi të kërcej në ambientet e përbashkëta, pa komplekse dhe me një spontanitet që rrallë shihet në mëngjeset e shtëpisë. Lëvizjet e tij, herë ritmike herë plot humor, tërhoqën vëmendjen e banorëve të tjerë, duke sjellë buzëqeshje dhe komente të lehta. Për disa, ky ishte një moment argëtues që i dha gjallëri ambientit dhe e theu monotoninë e rutinës së përditshme. Kërcimi i Londrimit u pasi një përpjekje për ta nisur ditën me energji pozitive, për të larguar ngarkesën emocionale dhe për të krijuar një klimë më të ngrohtë mes banorëve, të cilët shpesh e gjejnë veten të përfshirë në strategji dhe tensione. Megjithatë, siç ndodh shpesh në Big Brother VIP, jo çdo moment i lehtë përjetohet njësoj nga të gjithë. Në kontrast me atmosferën e krijuar nga Londrimi, Labi reagoi ftohtë ndaj situatës. Ai nuk u përfshi në humorin e momentit dhe qëndrimi i tij i rezervuar u vure menjëherë. Edhe pse nuk pati një përplasje direkte apo debat të hapur, gjuha e trupit dhe mimika e tij krijuan një distancë të dukshme nga energjia që po qarkullonte në shtëpi. Ky kontrast mes gëzimit spontan të njërit dhe ftohtësisë së tjetrit nxori në pah edhe një herë realitetin e bashkëjetesës në shtëpinë më të vëzhguar në vend. Në një ambient ku çdo emocion amplifikohet dhe çdo veprim lexohet në shumë dimensione, edhe një kërcim i pafajshëm mund të interpretohet ndryshe. Për disa është thjesht argëtim, për të tjerë mund të jetë bezdi, provokim i pavetëdijshëm apo thjesht mungesë përputhje energjie. Momenti i mëngjesit tregoi qartë se raportet mes banorëve mbeten të brishta dhe të ndikuara nga gjendja emocionale e secilit. Ndërsa një pjesë përpiqet ta mbajë atmosferën sa më të lehtë, të tjerët duket se e kanë më të vështirë të shkëputen nga tensionet e ditëve të mëparshme. Kjo e bën çdo situatë, sado të vogël, potencialisht të ngarkuar me nënkuptime. Në thelb, ky mëngjes ishte një pasqyrë e qartë e dinamikës së shtëpisë. Dritë, muzikë, energji pozitive nga njëra anë dhe rezerva, distancë e tensioni i heshtur nga ana tjetër. Një fillim dite që në pamje të parë duke i zakonshëm, por që si gjithmonë në Big Brother VIP Kosova, mbart brenda tij sinjale të vogla për marrëdhënie dhe balanca që po formsohen çdo ditë mes banorëve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.